Gorishto vëndina, si e gjëfsha po jeka ulla. Gorishto vëndina, si e gjëfsha po jeka ulla. Ifsha tratrethe rretha ta vina, vjosa ta shto lepo. Ifsha tratrethe rretha ta vina, vjosa ta shto lepo. Ma je qyteti të e larta, fle për historinë vetë. Ma je qyteti të larta, fle për historinë. Historinë kushtë ka shkruar, trimat e populat e ne. Historinë kushtë ka shkruar, trimat e populat e ne. Kujtoj më brezat e para, dhe për ta do jemi krena. Kujtoj më brezat e para, dhe për ta do jemi krena. E lasht historia jote, gëdhëtur vatra korisjote. E more lasht historia jote, gëdhëtur vatra korisjote. Ndërma gjithë, mirë se kemi ardhur, faleminderit që kemi marrë pjesë në këtë aktivitet kulturor, edhe pse jemi në prag festash, uroj nga zemra për të gjithë të gëzuar këtë vit të ri, paçi, begati, mbarësi, shëndet në familjet tuaj dhe gjithmonë mbledh që këto festa ka gjithë. Do kisha kënaqësinë e nderit që të ftoja Ardit Zota, i cili është byri juaj i Gorishtit, që është organizatori i këtij aktiviteti për të thënë edhe ai uroj vitin e ri për të thënë se për prezentuar. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur dhe ju uroj të gjithë një vit të mbar 2026. Në fakt unë si Ardit, si organizatori i këtij aktiviteti, jo pa qëllim e lash, domethënë në këtë ditë, për shumë arsye. Një nga arsyet kryesore është Gorishti të festoj, Gorishti të jetë bashk, Gorishti të jetë një zë, si e gjithë si krajini. Dua t'u falenderoj të gjithëve, të gjithë ju sot që keni ardhur, po mbi të gjitha dua të falenderoj të gjithë ata persona që janë bërë pjesë të kësaj rruge që po i bëhet Gorishtit. Dua të ja lë Aniles si profesioniste në dorë, domethënë këtë aktivitet ta moderoj. Ju uroj të gjithëve një vit të mbar edhe gëzuar. Sot jemi mbledhur për të bërë gëzuar me njëri tjetrin për dy elemente shumë të rëndësishme të shoqatës Zëri i Gorishtit, se ky aktivitet organizohet nga shoqata e re e ndërtuar dhe themeluar së fundmi e Gorishtit, e quajtur Zëri i Gorishtit, në kryetar zotin Festim Skëndaj, në kryetar zotin Ardit Zotaj dhe sekretar zotin Dasho Avdiu. Ju të gjithë keni qenë pjesë e kësaj shoqate, keni ngritur zërin, i keni mbështetur një tjetrin, i keni sjellë këto emra që unë përmenda pak më parë, por sot
bëjmë përurimin e shoqatës Zëri i Gorishtit, pasi më në fund ajo u themelua dhe u njoh nga gjykata si një shoqatë me të drejta të plota, me niptin e saj, me vullën e saj dhe me emrin Zëri i Gorishtit. E dyta është të bëjmë një gëzuar të gjithë bashkë. Sot është data 3 janar, është ditë e vitit të ri, sepse tradita e thotë që viti i ri zgjat 3 ditë, të parë ne bëjmë secili në shtëpinë e vet, të dytë shkojmë nga njerëzit e bashortes, të tretën ngrihen me vëllezëri. Kështu që edhe pse sot ishte ditë dhe fest për të festuar gjithë së bashku, ju e gjetët mundësinë dhe kohën për të qenë sot prezent këtu. Edhe për këtë ju falenderoj. Dhe sa një element shumë të rëndësishëm për cilin jemi ndërdur sot është që të gjithë së bashku të themi një faleminderit të gjithë atyre personave të cilët kanë lobuar, kanë ngritur zërin dhe kanë dhënë një kontribut të çmuar për ndërtimin dhe për bërjen e rrugës së Gorishtit, një rrugë e cila tashmë ka marrë vëmendje të caktuar, tashmë është njohur në mbar Shqipërinë si një problematikë e cila ka shoqëruar banorët për shumë vite me radhë, një problematikë e cila pothuajse e ka bërë zonën që këtë krahin dhe të braktiset. Shumë prej familjeve gorishote janë larguar në qytetin e Vlorës për një jetë më të mirë, për shkak të kësaj infrastrukture dhe për shkak të mosvajtjes as tek varret e të parëve të tyre, pra tek paracet e tyre. Kështu që sot keni më shumë se kur disa elementë për të festuar dhe për t'i thënë njëri tjetrit gëzuar dhe faleminderit që u bët bashkë dhe keni bashkë dhe të bashkuar gjithmonë. Për këtë unë dua që t'ju falenderoj të gjithëve sepse faktikisht më keni dhënë vëmendjen e dur dhe unë e kam gjetur gjithmonë veten në vend sikur jam në vendin tim. Edhe pse unë jam origjinale Bratej, por e kam quajtur gjithmonë kudo që kam vajtur si një bije atij vendi, aq më tepër në Gorish që kam nderin dhe kënaqësinë që të kem bashkëpunëtor në rutimin e gazetarisë dhe në emisionin autokton Arditin, që është djali juaj biri i Gorishtit, por pse jo, të kem qenë dhe pjesë edhe me miqe dhe me shok shumë nga Gorishti. E në ta do t'jam një skëndaj që e kam jo një personat, po një të shpit, kam një destine, do një Gjemal, zëri fond gjithashtu, e të gjithë me radhë miq dhe shok që kemi ule, kemi konsumuar kafe së bashku. Këtu në këtë sallë nuk janë vetëm gorishjotë. Në këtë sallë kemi dhe njerëz të tjerë të cilët nuk janë origjinë nga Gorishti, por janë miq dhe shok të gorishjotëve, janë miq dhe shok të kësaj krajine kaq të madhe me famë që në vetvete ka zënë vendin e saj në historinë e kombit shqiptar, si me personazhet dhe dëshmorët që derën gjakun dhe dhanë jetën për atëun, ashtu dhe me kulturën dhe artin, por edhe me këngën, me traditën. Sot ne kemi 3 të ftuar special, të cilët janë miq të Arditit në radhë parë, pastaj janë miq të mi, por edhe miq tuaj. Zoti Muzafer Lezi, zëvendës rektor të Universitetit Real, por njëkohësisht dhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Vlorës, Eduard Trokitje, dhe falenderoj. Zoti Bareq Sadira, i cili në radhë parë është kryetari i shoqatës së aviatorëve, pastaj kryetari i fshatit të Kaninës, mik i Arditit, mik i imi, mik i Gorishjotëve, falenderoj. Dhe zotin Astrit Alia, i cili është mik i Arditit, mik i imi, dhe kryetari i shoqatës së Kaninës. Së bashku me bashkëshortet kanë qenë 2 njerëz të cilët jo vetëm na kanë ndjekur pas në rrugtimin kulturor, por edhe në atë politik ku ka dashur puna, ka qenë prezent. Kështu që faleminderit, është nder dhe kënaqësi për gorishjotët, për shoqatën e Gorishtit, por edhe për mua personalisht dhe Arditin. Për Gorish. Tani nuk ka lezet që të takim të mos e hapi kryetari i shoqatës zoti Festin Skënda, i cili ka përfunduar ai 2 fjalë, urimi, por edhe për të thënë mirë se erdhët. Të nderuar pjesëmarrës, së pari ju falenderoj për këtë takim dhe për gjithë kontributin që ka dhënë. Është puna juaj dhe kontributi i Gorishtit që ne po avancojmë, qoftë si shoqat që u krijuam, qoftë për problemet dhe hallet që ka pasur Gorishti. Por mbi të gjitha, Gorishti, shoqata Zëri i Gorishtit, do të ndjek grupin e shoqatës së parë që është themeluar që në 1918 në janar. Nuk është pak, ka një histori Gorishti dhe në gjurmë të asaj ne do të vazhdojmë pres pas rrezi për të ruajtur ato tradita. Dua t'i falenderoj edhe një herë nga zemra për gjithë kontributin, duke uruar, gëzuar, besoj, shpresoj keni kaluar të gjithë mirë për festat e fundvitit, uroj që edhe viti 2026 të kalojmë mbi gjitha me shëndet të gjithë bashkë, të gëzuar në familje, dhe pasaj të rrisim dhe kontributin dhe përpjekjet tona për të
vazhduar atë se çfarë meriton Gorishti. Historia e Gorishtit. Të mos zgjatem shumë për historinë e Gorishtit. Gorishti fshat me taban, për atë gjakun e dhan, armit kur shpinën suapan. Mike shok gjithmonë pran, sofrë plot për here kan, këngë vallja lezet ju kan. Maje qytetit o gjan, amantja bylys matan, janë autokton, janë ilirian. Vjose bukur lidhur gjerdan, vari mirë për Bektashian, kish gjami vëllezër janë. Arin e zi nën toke kanë, ullinje breshta në çdo anë, blektoria gjallin ban. Traditën siç na e lan, brez pas brezi prindrit tan, gjallë darojnë fëmijët tan. Gorishjot sarojnë vatan, shpërndar në botë kudo ku janë, barutin të thatë e mbaj, se aty varet i kanë, të shpërngulur jo nuk janë, për Gorisht ndihen krenar. Se në shpesh, ku vemi në për institucionet, të gjithë na qojnë një krajinë e harruar, thot jemi shpërngulur dhe çfarë meriton. Gorishti meriton shumë për vetë kontributin që ka dhënë në vite, sepse ka mbi 65 vjet që jep ekonomisë kombëtare, jo thjesht bashkisë Selenis për 2 vjet, por ka dhënë me miliona naftë dhe në disa vite ka qenë mbi 50% e gjithë naftës së Republikës vetëm sektori Gorishti. Unë ju falenderoj edhe një për pjesëmarrje dhe ju uroj gëzuar dhe kalofshi mirë. Gjithashtu edhe të nderuarit që na ftojnë sot. Tradita e do në fakt që të gjithë sponsorët dhe lexojnë në fund, por unë do të kem mbledhje dhe kënaqësi të lexoj tani, sepse çdo aktivitet që organizohet, të paktën nga eksperjenca që kemi, e dim shumë mirë që do të ketë edhe financën e duhur dhe mbështetjen e duhur. Arditin shpesh e shoh të organizuar gjithandej, duke i telefonuar, i shqetësuar, por mendoj se shpesh e ka gjetur mbështetjen te Gorishjotët edhe tek bijt dhe bijat e Gorishtit, sepse e kanë mbështetur në rrugtimin e tij, kryesisht atë që lidhet drejt për drejt me Gorishtin dhe krajinën e Gorishtit. Kështu që edhe në këtë aktivitet Arditi u mbështet nga krenar Rasit Meta, i cili jeton në Itali. Një duar trokitje. Artur Kadri Malaj është popërsëri nga Gorishti, jeton në Florë, është pronar i biznesit Albidea. Ardian Namik Ferraj jeton në Itali me familjen, por mbështetet gjithmonë në Gorishti. Caush Lik Caushaj, dhe këtu dua të ndaloj pak, sepse Caushi është një djalë i ri i cili jeton jashtë kufive shqiptar, por edhe pse nuk ka qenë i lidhur fizikisht shumë me Gorishtin, është një djalë i cili e ka mbështetur krajinën e Gorishtit nga të parë shumë fort fuqishëm, por dhe Arditi i ka qëndruar gjithmonë pranë sa herë që i ka rënë telefonit të tij. Kështu që një duar trokitje për ta dhënë telefon jashtë dhe zoti Petrit Gjebrozofaj, edhe ky një kontribues të gjithë atyre që mbështesin këto aktivitete kulturore, të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me politinë standard të zërit të asaj krajine që luftohet, punohet, por pse jo për që ne dhe bashkë në evente të tilla të cilat ju bëjnë bashkë me emocion pozitiv gjithmonë. E thash në krye të herës që organizimi i këtij eventi kishte të bënte drejt për drejt me prunimin e shoqatës. Unë kam qenë faktikisht hapasapi në themelimin e kësaj shoqate, një shoqate e cila i pasoi një shoqate tjetër, e cila kishte dhënë kontributin dhe kishte punuar për krajinën e Gorishtit, kishte dhënë kontributin e saj, ashtu si për kohën, për kushtet, për vitet, por koha ndryshon, evoluon. Brezat e ri rriten, stafeta feminin nga Labëria i kalon atyre që janë të rinj, por gjithmonë me mbështetjen e më të mëdhenjve, sepse pa dorën dhe krahun e tyre asnjëherë nga të rinjt nuk mund të dalin përpara. Kështu që themelimi i kësaj shoqate, quajtur me emrin Zëri i Gorishtit, ishte jo si atribut i Arditit, sepse Arditi e organizoi, e propozoi që të ndërtojë një shoqatë e re me djemë dhe vajza të rinj nga Gorishti, jo për të sfiduar ata që ishin më përpara, por për të qenë krah tyre dhe për ta trashëguar brez pas brezi këtë traditë kaq të mrekullueshme që Labëria por dhe Shqipëria në përgjithësi ka. Kështu që ishte një iniciativë e tij për të organizuar një shoqatë e re e cila u mbështet nga të gjithë ju që jeni këtu në sallë dhe një numër më i madh anash, deri në arritjen e realizimit të plotë të themelimit të saj me statutin, por dhe njohjen nga gjykata
si një shoqat jo fitimtruese me emrin Zëri Gorishti, me kryetar zotin Festim Skëndaj, me nënkryetar zotin Ardit Zotaj dhe me sekretar zotin Dasha Abdinu. Ishte një zgjedhje e cila faktikisht duke qenë se ha pas hapi kam qenë aty e kam ndjekur, faktikisht me entuziazëm kam dhënë sadopak me aq sa mundësi kam pasur kontributin tim për të ndihmuar për të ecur në avans para kjo shoqat. Dhe këtu nuk më vlen të falenderoj mua, por falenderoj juve që më keni marrë për bazë të ndihmë që unë kam dashur të jap. Dhe me zgjedhjen e kryetarit që në fakt ishte një zgjedhje e befasueshme edhe për ne si staf, për kolegun ton Arditin, si kryetari i kësaj shoqate, i cili bëri një nga gjestet më të mrekullueshme që mund të bëjë një njerëz. Ai ja dorëzoi këtë detyrë zotit Festim Skëndaj, i cili jo vetëm e ka bërë për kaq periudhë të shkurtër më së miri, por është një nga njerëzit që kam njohur në rrugtimin tim bashkëpunëtor dhe një bashkëpunues i mrekullueshëm dhe jashtëzakonshëm që normalisht këto kërkohen bashkëpunime që të realizosh gjëra të bukura. Kështu që uroj që të ketë në të ardhmen njerëz si Arditi, si zoti Festim dhe shumë të tjerë që bashkëpunojnë me njëri tjetrin, pa qejf mbetje, pa kërkuar merita, pa u ngritur në piedestal, bashkëpunojnë për të arritur këtë sallë plot dhe për të ndarë emocione të bukura së bashku. Kështu që urime shoqatës për themelimin e saj, qofshi shumë të mira nga Arditi dhe qofshi gjithmonë të bashkuar. Në këtë sallë kemi dhe grupin e Gorishtit, grupi Lab i Gorishtit, ata që këndojnë ashtu vëndqa, ato këngët tona të traditës, të cilët janë të udhëhequr nga zoti Luanca Ushaj, që e kemi pasur shpesher në aktivitete dhe ai vjen në shtëpinë e tij, se Gorishti është shtëpia e tij, por na ka marrë pjesë edhe në aktivitetet tona kulturore që s'kan të bëjnë vetëm me Gorishtin. Kështu që një duar trokitje edhe për grupin e Gorishtit dhe zotin Ushaj. Po në këtë sallë kemi një mysafir të veçantë, është një vajzë e re e vogël, e cila është nën udhëheqjen e profesore Albanës, e cila na ka ardhur të na nderojë me tingujt e violinës, quhet Reina Hatja, e cila kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem sot përpara jush dhe të keni të shijojmë këto notat e bukura të violinës së saj. Dhe një duat të Në këtë moment do ta lëvazim të luajmë një melodi dhe pastaj do të vazhdojmë me programin. Do doja shumë që të prezantoja të dy grupet e punës që kanë punuar në këtë periudhë kaq të shkurtër, por me shumë sukses tek shoqata Zëri Gorishti. E thash grupi i parë i punës është Festim Skëndaj, kryetari i shoqatës, Ardit Zotaj nënkryetar, Dasha Abdiu, sekretari i shoqatës. Ka pasur një grup tjetër të menaxhimit të kontributeve financiare, sepse shoqata Zëri Gorishti lidhet drejt për drejt me realizimin dhe me çuarjen drejt suksesit të përfundimit të rrugës 5 kilometra të rrugës së Gorishtit, një rrugë e cila mori vëmendjen e duhur nga vetë banorët. Sigurisht që këtu vlen të falenderojmë edhe Bashkimin e Zelenicës për bashkëpunimin që bëri me ju si gorishjot, sadopak apo shumë, si jemi ne ata që ta themi këtë, por një falenderim i shkon Bashkisë Zelenicë dhe kryetarit saj zotit Nertit Bella, i cili u tregoi gatshëm që me kontributet tuaja financiare për të blerë materialin bazë, çakullin, ai bashkëpunoi me ju për të bërë të mundur hapjen e trasesë së kësaj rruge 5 kilometra dhe gjithë transportin e materialit çakullit nga vendi ku ai do të blihet deri në shtrimin e hapjen dhe vrapjen e tij në rrugë. Kështu që kjo rrugë vazhdon të jetë drejt përfundimit. Shpresoj shumë që të marrë vëmendjen e duhur dhe të marrë formën e duhur. Është deri më tani nga informacionet që kam nga kryetari i shoqatës, nga nënkryetari dhe nga të tjerë antar, arritur rreth 2.5 kilometra shtrimi i kësaj rruge, nga 5 kilometra me çakull. Vazhdon të punohet, këto ditë ka qenë ditë pak me kohë të keqe shi dhe normalisht është ndërprer
puna, por shpresojmë që fundi janarit ose mezi shkurtit të jetë dhe realizimi me sukses përfundimi i kësaj rruge. Kështu që në gjithë këtë rrugtim, vendin më të veçantë dhe më të rëndësishëm me zënë të gjithë ata të cilët kanë dhënë kontribut financiar dhe emrat ju i shikoni shpeshherë në sfond. Do t'i nxjerrim tani në sfond për t'i parë të gjithë se kush janë ata të cilët kanë kontribuar në vlerë monetare. Nga informacionet që kam nga grupi i punës, duhet të bëj një falënderim të veçantë, të gjithë meritojnë falënderimin, një falënderim i veçantë i shkon familjes Ahmetaj, të cilët kanë qenë një nga kontribuesit me vlerën më të madhe financiare 3 milion lekë të vjetra. Kështu që meritojnë një duar trokitje. Deri më tani nga informacionet që kam është mbledhur një shumë prej 29 milion, gati 30 milion lekë të vjetra, një shumë e cila është mjaftueshme e konsiderueshme, nuk është përfundimtare sepse kërkon akoma dhe vazhdojnë korishotët të kontribuojnë. Kjo vlen dhe si një thirrje për të vazhduar në tej kontributin e tyre, që ta përfundojnë me sukses të rrugë dhe ta duar trokasin pastaj në fund dhe ajo që është thjesht ambitor pastaj ta çojmë drejt suksesit, ta shtrojmë në asfalt apo jo. Tash ka kontribuar rrugën e Gorishtit dhe duhet marrim shembull të gjithë faktikisht fshatrat e tjerë sepse me sa informacion kam si gazetare në krajinën e Lavrisë ose në zonën e Lavrisë, janë të pakta ata fshatra dhe ata banorë cilët kanë kontribuar me gjetjen e tyre për realizimin e rrugëve. Kjo është një iniciativë shumë e madhe, si në kohën e monizmit themi ne, por në fakt kjo është një iniciativë e cila sot në kohën moderne është pak e vështirë për t'u angazhuar dhe për t'u mbledhur. Por janë që ju e keni bërë këtë gjë dhe këtu e besoj 100% që jeni të bashkëpunuar. Por ka pasur edhe një grup dhe ka një grup teknik i cili ka çuar realizimin e projektit të kësaj rruge. Është zoti Mariglen Beqira, i cili është inxhinier profesion, ai nuk ka lindur në Gorisht, por është një nga djemt që kam njohur se kam takuar vetë personalisht disa herë me grupin e bashkëpunëtorëve që kontribuon për Gorishtin dhe do po aq fort sikur të jetë lindur, rritur dhe jeton atje aktualisht. Kështu që faleminderit. Këtu në këtë sallë nuk e kemi sot, për arsye shëndetësore, zoti Cane Mehmeti dhe ky një inxhinier i larguar nga Gorishti që në moshën 7 vjeçare, por Xhaxhi Cania, se kështu e thrasin dhe e takojmë shpesh, është një nga ata burra që lëshon sa herë që nxjerrin fjalë nga goja vetëm mesazhe pozitive dhe dashurinë për vendlindjen e injekton dhe tek të tjerët që ta duan po me dashuri sa dojnë. Kështu që një duar trokitje dhe të zotit Cane Mehmeti. Është një topograf në profesion, jeton në Tiranë, në një moshë që nuk është aq i ri sa ti marr mbrapa të rinj, por ai faktikisht i ka marrë mbrapa të rinj me këtë rast artiki. Është zoti Qemal Sinani, i cili ne falenderoj shumë që kemi këtu, i cili ka marrë përsipër me studion e tij në bashkëpunim edhe me studio të tjera të cilat bashkëpunojnë vetë ai dhe djalin e tij, të realizojnë projektin përfundimtar të rrugës së Gorishtit në shtrimin definitiv me asfalt. Është një projekt i cili kalon vlerën mbi 30 milion lekë, se është një projekt i cili është digjital, i përfunduar njësoj si strukturat që punojnë projektet e përfunduara të rrugës. Ky është një kontribut i jashtëzakonshëm zoti Qemal dhe unë falenderoj shumë personalisht, por jam moderatorët e përfitoj nga këtë rast të falenderoj në emër dhe të gjithë gorishotëve për kontributin e jashtëzakonshëm që e dhënë për realizimin të këtij projekti, i cili ne shikon e vet, ka koston e vet, por tashmë ju e keni në duar të bashkangjitur me shpjegimin se pse kërkoni ta realizoni këtë rrugë me asfalt. Pse ky projekt dhe do të dorëzohet shumë shpejt me sa informacion kam dhe në instancat kryesore në bashkinë Selenicë, te kryetari dhe strukturat e tjera për të shkuar më lart në instancat e tjera kryesore për të kërkuar ndihmë ose për të kërkuar të drejtën tuaj për shtrimin e kësaj rruge me asfalt. Që një duar trokitje për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut deri më tani. Do doja shumë që t'ja jepja fjalën për të thënë dy fjalë me kënaqësi dhe me nder zotit Zylfo Causha, të cilin kam kënaqësinë e nderit se ti je pjesë e miqësisë së tij, se kemi bërë disa herë kafshë dhe unë të konsideroj të tillë. Kështu që kam deri të ftoj të thuash dy fjalë. Do të marr pasaportin e Gorishtit. Faleminderit. E ke marrë. U faleminderit edhe juve të gjithëve. Në radhë parë më jepet rasti që të uroj edhe unë në emrin tim të gjithë juve që jeni këtu, edhe familjet tuaja, në Shqipëri dhe jashtë vendit, Greqi, Itali dhe ku ka shqiptar, gëzuar vitin 2026 dhe qoftë viti i mbarë në Beshnet.
Duhet të përmend që shoqata Gorisht ka ekzistuar. Kjo shoqat ka vazhduar, ka patur të mirat dhe të këqirat e veta, por mbi të gjitha ka ekzistuar dhe ka vazhduar. Lindi problemi që kërkohet që të bëhet më shumë për këtë punë. Dhe më shoqata të vihet më në rrugën e zgjidhjes problemeve, të halleve dhe të momenteve të veçanta që ka fshati jo. Dhe për këtë u shkel, si thuash, një unë, kështu mund ta quaj, një karrierë, kështu mund ta quaj, që janë të dyja të rrezikshme, dhe u krijua edhe ju vu shoqatës Gorishti ju vu një emër tjetër, Zëri i Gorishtit. Kjo deshi mund, deshi përpjekje, deshi edhe anë teknike që u morë, njerëz që u morë, që janë këtu dhe janë marrë me këtë punë, dhe vendimi që doli 7664 i ka dhënë kësaj shoqate emër Zëri i Gorishtit. Zëri i Gorishtit paraqitet në një emblem, ka një rrugë të gjatë, po thuaj nga Vllahina edhe derisa vete në Rexhepaj, në Mërtiraj dhe në Aderaj. Është me të vërtet një rrugë e gjelbëruar, e pillëzuar dhe në fund të saj paraqiten disa duar, ose më mirë, aty janë 3 duar, njëra mbi tjetrën. Por ama kjo që tregon këtë bashkim nuk është e vetme. Kjo do të thotë që atje në Gorishtin tonë, atje ka kamenicën ata që janë andej nga fshati Rexhepaj, ku vinin dhe kullosin bagditë e korçarëve dikur, sepse kështu ishte ajo që shkëmbeshim, ne venim në verë, andeja dhe ata vinin në dimër në fshatin tonë. Por nuk mjafton edhe kjo. Kjo emblem tregon atë që atje në fshatin tonë do ngrihen vila, do ngrihen shtëpi nga më të mirat, në qoftë jo në qoftë se kjo që është vendosur do bëhet, aty do vej asfaltimi. Dhe do ngrihen këto vila dhe ne s'kemi pse të vemi më në vajzë të Vlorës, po do vemi në Rexhepaj, do vemi në Mërtiraj, do vemi në Aderaj, se ato janë pika turistike duke patur edhe majën e qytetit Karshi, e cila po të vemi atje në një ditë të kthjellët, ne shikojmë Brindizin që andeja. Pra është me të vërtet vend për të vizituar. Por nuk mjafton edhe kjo, sepse atje mund ngrihen plantacione me ullinj. Dhe ka mundësi, kanë filluar që tani, po kur të vej asfalti, po kërkohet edhe punë tjera që mund të ngrihen edhe vreshtari, kemi edhe tashineve, kemi zotin Avni Skënda që ka ngritur një vresht atje të mrekullueshëm, por ama Avniut i vete rruga që andeja, sepse ikën poçem dhe ai e tregton prodhimin atje. E kështu ajo do bëhet një nga vendet më me vlerë për fshatin tonë. Unë gjej rastin që i falenderoj edhe zotërinj që kanë ardhur këtu, do më fali se kjo u bë po përsëri, sa herë që të përsëritet, edhe në emrin tim, unë u faleminderit shumë. U faleminderit të gjithëve dhe paqim, urime dhe suksese dhe përfundon sa më shpejt edhe rruga për në fshatin Gorisht. Për të pasuar për fjalëve të mrekullueshme, do të ftoj një djalë nga Gorishti, i cili luan në fyll, është Arjen Mehmetaj, që ta ndiqni dhe ju për ta shihoni këtë melodi.
nderuar zotëri i cilin kam një konsiderat veçantë edhe gëzoj respekt jashtëzakonshëm personalisht për atë, por edhe për familjen e tij. Zoti na nisë. Përshëndetje të gjithëve dhe uroj gëzuar Gorishti nga maja e qytetit, shikon barin e Italisë. Të me thënë, Gorishti mund të ketë patur që atere që shikon të nga Perëndit. Gorishti ka pasur disa burra të mirë, që unë mund përmës të mënçëm, që mund përmës Osmanakon, mund përmës Gjajzeti, e shumë burra të tjerë. Pra ne jemi krahin me vërtytet ta. I falenderoj këta që e krijuan, jashtëzakonisht, dhe unë dua të falenderoj personalisht këta që dalën këtu mbrapa në listë, janë Gorishot, janë vëllezërit tanë, janë fëmijët tanë. Këta kanë detyrime më të mëdha. Të vjetrit duhet ta lëshojnë vendin dhe të vinë të rinj. Dhe me ardhjen e të rinjët, tu është bërë diçka shumë e madhe, e mirë. Ne kemi dy inxhinierë këtu, topograf. Kemal Sinani, nga Frëngaj. Një familje patriote, fisnike, e falenderoj shumë për punën e madhe që ka bërë. Së dyti, falenderoj Anilën. Kjo është vajza nga Brati, por është pjesa e Gorishtit. Është pjesë, është një familje fisnike e nderuar, e shkëlqyer. Dhe falenderojmë për gjithë ndihmën. Dhe përfundimisht, të them të drejtën, ky Arditi, djali i Alikos Zokos, Zota e kanë mbi emrin sepse atëre kanë qenë Zot. Ky dolli një djali i Zotit, i shkëlqyer. I Zoti që mblodhi gjithë djemtë e Gorishtit, kudo që janë. Vetëm nëpërmjet këtij u realizua ajo, se unë kam qenë një vetëm i person që luftova që këto projekte të realizoja dhe nuk i realizova ato. Ky është djali më i shkëlqyer në Gorisht. Djali më i mirë në Gorisht. E falenderoj shumë Arditin e familjes e tij. Ky na solli edhe këta miqtë e tjerë që kanë ardhur, edhe Anilën, edhe shumë të tjerë, edhe inxhinierin që ishte nga Gorishti që kishte detyrimin e tij, por ky bëri të pamundur. Kjo sallë ka retorikë dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Do t'jep fjalën një vajze të re, Ilda Hoxhaj, e cila është doktor shkencash, vajza e Dionis Hoxhaj. Përshëndetje të gjithëve, gëzuar, dica më të mbarë dhe të bashkuar, kështu siç u shoh këtu sot. Për mua është vërtet kënaqësi që të jem pjesë e këtij eventi që nderon dhe vlerëson krijimin e një shoqate. Unë jam një bi Gorishti dhe e them me shumë krenari kudo që jam, që nuk vi nga Vlora, po vi nga Gorishti dhe specifikoj dhe tregoj dhe atë pak histori që di dhe do ta shtoj me atë që mësova sot patjetër. Jam shumë e lumtur që iniciativat që shoqata ka marrë dhe uroj të shkoj përpara dhe të gjithë ne të bëhemi pjesë e evenimenteve, e kontributeve. E di se çfarë do të thotë të ndërtosh një shoqatë, çfarë vështirësish teknike ka, kështu ju përgëzoj për durimin, për faktin që keni rezistuar dhe nuk keni dorëhequr nga problematikat që keni pasur. Unë herën e fundit që kam qenë në Gorisht ka qenë para 10 ditëve, sapo u ktheva nga Italia ku aktualisht jam aty. Kisha një dëshirë shumë të madhe dhe shkuam dhe uroj të jetë hera e fundit që ne shkojmë me atë rrugë të coptuar dhe herën e ardhshme të kemi nderin të ecim në rrugën e re, të shijojmë
dhe të shkojmë shpesh, i kemi mundësinë për të takuar, për të bashkuar, festuar e gëzuar si sot. Për gëzime. Mirë, tani do ftoj zotin Festim, kryetarin e shoqatës, zotin Festim Skëndaj, njëkohësisht bashkë me zotin Festim do fillojmë të ndajmë certifikatat. Do të ftoj zotin Barej Sadiraj. Atëherë, sikur se ju thamë paraprakisht, kemi vendosur që të nderojmë me certifikat mirënjohje të shoqatës Zëri Korishti 3 persona të cilat kontribuan në këtë fazë të parë të regjistrimit të shoqatës së re. Dhe së pari do të nderojmë me një certifikat, një bijë gorishiote, Lend Babaten nga të dy krahët, noteren Elmira Xhelilaj, e cila bëri të mundur në realizimin e gjithë dokumentacionit, përpjekjet e saj, të cilat rezultuan në fundit me sukses. Shpërndarjen e kësaj certifikate do t'ja japë zoti Baresh Sadiraj, që është nder dhe kënaqësi për më nga arditi për të marrë pjesë në shoqatën e Zëri Korishti. Sinqerisht, ndihesha i privilegjuar që erdha sot në këtë event dhe unë i uroj shoqatës suksese, ndërsa zonjës Elmira Xhelilaj suksese për gjithë kontributin e saj. Faleminderit të gjithëve dhe urime. Vajza ime do të jetë kontribuese, po përsëris fjalët e saj, derisa të funksionojë jeta e saj dhe e shoqata Gorishti. Problemi tjetër, unë kam një lidhje me Gorishtin. Më gjithë instruktori im i nderuar i taksa ush. Unë që i bëra pilot i forcave të madhosura, dhe kam denjë, thashe një, do të them 2 dhame, po instruktori më ka mësuar që të lutem thot do të flash me letër, jo pa letër. Të nderuar antarë të shoqatës kulturore e Zëri Korishti, të dashur miq dhe bashkëpunëtar të kulturës sonë. Sot jemi mbledhur së bashku në një moment me vlerë veçantë, një moment që bashkon kujtesën me përgjegjësinë, traditën me tatën, dashurinë për Gorisht dhe shpresën për vazhdimsi. Gorishti është më shumë se një vend. Është një histori e gjallë, është këngë që ka votuar brez pas brezi, është zakon, është fjalë e urtë, është identitet që nuk është shuar kurrë. Shoqata kulturore e Zëri Korishtit ka qenë dhe mbetet vatra ku këto vlera ruhen, nderojnë dhe përcillen me dinjitet. Zgjedhjet që zhvilluat shënuan një kapitull të ri, një përgjegjësi të madhe dhe një besim të shmuar. Urojmë që drejtuesit e rinj të zgjedhur të udhëhiqen nga përkushtimi, urtësia dhe shërbimi ndaj komunitetit, duke forcuar edhe më tej lidhjen mes njerëzve korishok kudo që ata ndodhen. Le të mbetet kjo shoqatë, një trik e ndezur, një zë i kulturës sonë, një uri që lidh të shkuarën në të ardhmen që do të vinë. Me respekt të thellë dhe me njohje urojmë shoqatës kulturore e Zëri Korishtit suksese, unitet dhe jetë të gjatë në shërbim të traditës sonë. Faleminderit. Personi i dytë të cili ka menduar bordi i shoqatës Zëri Korishtit për të nderuar në këtë takim është zoti Kemal Sinani, sepse dhe motivacioni i tij është kupti plot dhe të gjithë e përmendën këtu, në e projektit topografik të rrugës së Krajinës së Korishtit, sepse ne me këtë projekt kërkojmë të marrim financime edhe nga Fondi i Zhvillimit apo ta paraqesim në çdo institucion për të na ndihmuar që këtë projekt që ka nisur me kohë ta përfundojmë. Për dhënien e certifikatës, ftoj një ish miku tim tani që na ka lidhur puna, zotin Muzafer Elezi, rektori i Universitetit Rehat dhe kryetari i Shërbimit Bashkiak të Bashkisë. Unë do të uroja gëzuar vitin e ri dhe të përgëzoj për formalizimin ligjor të shoqatës tuaj, sepse tashmë shoqata juaj është person juridik me nik të veçantë. Me Gorishtin me lidhin shumë gjëra. Arditi që është miku im i jashtëzakonshëm, djali juaj, vllai juaj, po edhe imi, është dhe vllai im. Por do përmend 2 elementë. Para unë jam dajo në Gorisht. Do të dëshiroja shumë që nipërit e mi të ishin këtu, pa ta ndodhen në Londër. Dhe së dyti, kam shumë student të mirë prej vitesh nga Gorishti dhe kur i pyesa mbi emri Metaj, Zenelaj,
zotaj Causha e tjerë me radhë, dhe nga Vlora. Në fakt, nga emri babait, sepse me shumë prej tyre u njihem, them shko kam përshtypjen se më gënjeve, sepse kam përshtypjen se e nga Gorishti. Po, babai im andesh. Jo, në fakt, edhe ti e nga Gorishti. Ju I keni rrejnë nga Gorishti dhe duhet jeni krenar keni Gorishti. Kështu që unë ju përshëndes të gjithëve. Urime zoti Kemal Sinani. Të faturoj të gjithë. Jemi këtu, Gorishetin, për vitin e ri. Do të përmesoj të falenderoj shumë Kryesin e Shoqatës për të nderë që bëjmë. Dhe ai është tjetër, unë desha dhe të prezantojmë që. Ata do më falni, do të lutem të plazoj me gjatë. Unë jam vitur në Gorisht. Më saktë, jam vitur atje ku kalon këtë rrugë. 7 vjeçar me ka bërë në Regjepaj. E kam mbaruar në vitin 61. Jam arsimuar në Universitetin e Tiranës dhe jam diplomuar për topogjodezi. Kam kontribuar për kartografinë e territorit të Shqipërisë në Institutin e Topografisë Ushtarake për 25 vjet. Kam kontribuar në projektet e rrugëve të Shqipërisë me bashkëpunëtorët e mi tonë. Po, për teritorin e qarkut të Vlorës, do të përmend rrugën Vlorë-Saram, rrugën Vlorë-Selenicë, rrugën e Foçemit. Dhe duke qenë specialist I fushës të ardografisë, fotogrametrisë dhe topogjodezisë, e ndjeja për detyrë. Moralisht, duhet patjetër që merja pjesë në këtë projekt. Dhe kjo ishte momenti kur mua më përftesa nga zoti artist që e falenderoj. Me njëherë e pranova edhe ju përkushtuam kësaj pune për ta nxjerrë atë material sa më saktë. Dhe për të u punua me hollësi edhe me përkushtim, u shkel komplet traset për të gjitha lagjet, Krangaj, Mostaj, Dëraj, Regjepaj, komplet trasea. U formulua informacioni I nevojshëm për përgatitjen e një projekti dinjitos. Kështu që u desh një periudhë jo e vogël për përfunimin e këtij informacioni. Po fal pajisjeve moderne, programeve të kohës fundit, po arrit ka dalë një punë serioze që ne si shpejti, ndoshta vetë pas një jave ta dorëzojmë në Bashkinë Selenicë për të vazhduar procedurët e mëtejshme. Kështu që me pat parasysh atë që u bë, jam I vetëdijshëm edhe I uroj shoqatës Zëri Gorishtit mori iniciativën edhe lindi me këtë projekt, shoqata e rekrutor, me këtë projekt që është dinjitos, që të ngelem histori. Jam I sigurt që kjo do vazhdojë me projekte të tjera për të bërë që Gorishti të jetë me famë. Të jetë si gjithë zonat e tjera, të jetë si gjithë krajinat e tjera. Edhe për këtë, ne të moshove tonë kontribution gjithmonë Gorishti të eci përpara. Ju falenderoj të gjithë. Personi I tretë që kemi venduar për ta falënderuar ju të gjithë tashmë e njihni, sepse ajo ka marrë statusin si bie e Gorishtit, Anila Hamataj. Pavarësisht se ajo është nga Brati, por ajo është Gorishtjote bë, nuk është bë nga Brati, sepse aq shumë së bashku me Arditin normalisht, ata kanë bërë me 10 emisione për Gorishtin, më shumë se sa për çdo krajin tjetër. Kështu që me motivacionin për kontributin e saj të byer në krajinën e Gorishtit, si autorë dhe moderator e emisionit autokton, në zbardhje dhe nxjerrjen nga arresat figurave patriotike atletare, si dhe në ruajtjen e vlera historike dhe kulturore autoktone. Prandaj, për të dhënë këtë certifikat mirënjohje, ftoj zotin Astrit Aliaj,
i cili është kryetari i shoqatës detarisë ushtarakëve. Së pari uroj gëzuar një vitin e ri 2026, qoftë i bekuar për ju, familjet tuaja, dhe kudo i keni këtë vit tuaj në gjitha anë dhe jashtë atë. Së dyti, për disa vite kam kryer detyrën e prefektit të qarkut Gjirokastër dhe për fat atje njojta po thuaj 260 fshatra që ka ai qarku. I kam kaluar me këmbë. Dhe do të thoshja, ka kaluar 35 vjet, afërsisht, që ka shkëputur zëmra e fshatrave kanë ardhur në qytet. Dhe fshatrat janë boshatisur. Kjo rrugë uroj të shërbej si një rikthim, sepse tradita, historia, çdo gjë lind në fshat, nuk lind në qytet. Qyteti ha banane, qyteti ha gjëra që ha gjithë bota. Po kënga popullore e çdo gjë lind aty në fshat. Së pari unë jam dhe lip në fshatin tuaj, jam në Adërej. Neno Nena është lajo e im. Besoj se ju e njihni. Plus edhe nga groja. Dyshi i gruas time është dëshmor, pra është nga Kalemaj. Pra më lidh kjo sot, unë jam i nderuar, sepse sot ta bashkuam këta dy njerëz të shkëlqyer, tre. Sa ka plas sigurisht. Por është net madh që kjo rrugë, sidosh që po se do të financohet nga vetë fshatar, nga vetë qytetar, që në sot me këta, që nesër të kthehen aty të shtëpitë tyre, të rikonstruojnë atë shtëpinë, atë ubor, atë gjëra dhe atë që naftën e saj, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm Vlorën, por ka vajtur në gjithë botën. Kështu që rikthimi juaj atje, në mjet kësaj rruge, do ta realizojë edhe një atë fshat, dhe unë kam deri sot. Dhe falenderoj që këta të shokë më të bënë pjesë të këtij nderimi, që të jap Anines, e kesh sot në turoj, që të pjesë të traditës mirë, Shumë faleminderit, për mua është 10 fish kënaqësi dhe ndershë këtë certifikat e mora nga shoqata Zeri Gorishti, por personalisht nga dora juaj, si unik i çmuar, i jeni personal, por edhe i gjithë të tjerëve bashkë miq tanë të cilët ne pothuajse ndajmë kafe dhe biseda tona të ngushta. Tani, dua t'ju falenderoj me zemër. Për këtë vit 2026, kjo është certifikata e parë që marr. Certifikat me njohje e cila më jepet për herë të parë nga një fshat i Llambërisë. Vitin e kaluar më mora një certifikat nga diaspora e Shqipërisë me njohje e artë. Ua them këtë se kjo certifikat vlen sa 10 certifikata të tjera se ajo me njohje e artë nga diaspora. Dipse? Kjo njerëzit e zemrës, njerëzit e dashur fëmijë nga bashkëtarët, nga ajo zonë e cila ka dhënë dhe ka derdhur gjak pa fund, ka dhënë dëshmor për të gëzuar një Shqipëri të lirë si kjo Shqipëri që kemi sot. Kështu që unë ju falenderoj me zemër, jam shumë e emocionuar. Në fakt, kjo certifikat nuk i takon emisionit autokton të Maria Nila, kjo certifikat i takon Arditi si regjizori i emisionit, sepse ishte Arditi ai që na çoi, siç e tha edhe pak më parë zoti Avni, në krajinën e Gorishtit. Pavarësisht se detyra e çdo gazetari është që të japim kontributin tonë për të zbardhur sadopak dhe për të shkundur nga pluri arresës të gjitha ato figura që me dashje apo pa dashje historia i ka zbehur. Uroj jetë të gjatë për secilin prej jush, të jetë një vit i mbar me shëndet e gëzime, të dy ata që morën certifikatën si zonja Ermira, por edhe zoti Qemal, i uroj shumë sukses dhe i falenderoj dhe unë për gjithë kontributin që kanë dhënë. Faleminderit pafund për këtë certifikat minojë dhe për këtë rezervim. Faleminderit Ardit dhe shumë faleminderit edhe zotit Dasha Diu si sekretari i kësaj shoqërie. Si përfundim u dua t'ju uroj edhe një herë gëzuar vitin e ri dhe festat, varësi dhe shëndet në familjet tuaj dhe u takofshim në aktivitete tjera më të zgjeruara dhe një kontribut dhe një falënderim të madh, të thash pavarësisht kë emra përmendëm këtu, nuk harrojmë të gjitha ato lista atje, të cilët janë ata kontributit e kësaj aktivitetit të cilët ne kemi përfunduar deri këtu. Kështu që kushdo që se ka dëgjuar emrin sot, por nga bordi i shoqatës Zeri Gorishtit ka një falënderim jashtëzakonisht të madh, prandaj ajo lista aty është bërë publike, jo vetëm sponsorët e këtij aktiviteti që ka falënderim,
por të gjithë ata persona si kur edhe me një 10.000 lekë të vjetër që kanë kontribuar. Faleminderit edhe një herë dhe gëzuar në urimet më të mira. Që ka tradita me një këngë lave vëndqe dhe pas këngës të gjithë së bashku të ky koktejli që ka shkruar Shoqata Zëri Gorishtit do bëjmë gëzuar për një vit të parë. Faleminderit. Veç këndo të lëza, lartë në kamenicu, mali se që na merë për ty o Gorishto. Se që këndo të lëza, lartë në kamenicu, mali se që na merë për ty o Gorishto. Mali se që na merë për ty o Gorishta. Vjosa në vete të jepë freskinë, lëndinat për sipër të shtojnë bukurinë. Vjosa në vete të jepë freskinë, dhe lëndinat për sipër të shtojnë bukurinë. Lëndinat për sipër të shtojnë bukurinë. Kemi ku largë, ty jas të harojmë, do kthehemi prape, ty do të ndërtojmë. Kemi ku largë, ty jas të harojmë, do kthehemi prape, ty do të ndërtojmë. Do kthehemi prape, ty do të ndërtojmë. Do kujtojmë të parët të shkruar në gurë, brezat që vin brapa, mos t'i harrojnë kurrë. Do shkruajmë të parët të shkruajmë në gurë, edhe brezat që vin brapa, mos t'i harrojnë kurrë. Brezat që vin brapa, mos t'i harrojnë kurrë. Faleminderit.